kush prej jush ka gëdhi sot agjerueshëm? I pari që ngriti dorën që Ebu Bekri radiallahu anhu. حاشاك يا حبيب الله حاشاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. Kush agjeron një ditë për hir të Allahu xhalla xhelalu, thotë i dashmi Zot alayhi salatu wassalam, men sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Kush agjeron një ditë vetëm për hir të madhnisë Allahu xhalla xhelalu, do bëhet shkak agjerimi asaj dite që Allahu xhalla xhelalu ta largoj shtyrën e atij agjeruesin nga zjarri i xhehenemit 70 vjet. Dhe kjo nuk është vëllezë vetëm se në agjerimi. Gjithashtu, një ditë i dashmi Zot, sikur e kemi thonë dhe më parë, bëni një test tek sahabët e tij të nderuar dhe përmeni 4 gjëra kryesore. Nëse bashkohen të 4-ta në një ditë tek ai person, i dashmi Zot alayhi salatu wassalam i ka premtuar xhenetin atij robi. Në ndër këto 4-ta e para ishte agjeruesi, agjerimi. Tha i dashmi Zot alayhi salatu wassalam, kush prej jush ka gëdhi sot agjerueshëm? I pari që ngriti dorën që Ebu Bekri radiallahu anhu. E këshillisoj vazhdoj Resulullahi testin duke pyet kush ka fal xhenazën sot? I pari dhe i vetmi që Ebu Bekri. Kush ka vizitu një çmum sot? I pari dhe i fundi që Ebu Bekri. Dhe kush ka ushqyer të varfër sot? I pari dhe i fundi që Ebu Bekri. Dhe thot i dashmi Zot alayhi salatu wassalam, e kujt i bashkohen të adhurime në një ditë, çdo kujt vetëm se i madhi Allah xhalla xhelaluhu ja bën obligim atij xhenetit.